SOZ është një copë e rëndësishme në këtë puzzle. Pa të, ajo nuk do t'jetë e plotë. Mirë se vini në episodin e radhës të podcastit Equal Voices. Unë jam Agnesa Qorri dhe sot do të bashkëbisedojmë me Visar Islami nga Këshilli i Prindërve të Kosovës për një temë shumë të rëndësishme dhe urgjente, edukimi seksual në shkolla. Mirë se erdhët, të nderuar Visar. Mirë. I dim dhe kemi pas statistikat e policisë Kosovës që vetëm 2 vitet e fundit janë dikon më saktësisht 168 raste të ngacmimeve seksuale dhe 136 raste të sulmeve seksuale, që ka ngreni pyetje shumë të rëndësishme pra mungesën e edukimit në shkolla. Aktualisht edukimi seksual në Kosovë mbetet pjesë e kufizuar e lëndëve si biologjia edhe njeriu dhe natyra, dhe mungon një qasje si një lëndë plot që kishme trajtuar në tërësi këtë temë. Ju si përfaqësuesi i Këshillit të Prindërve të Kosovës, çysh e shihni këtë pra cilë është qëndrimi juaj për edukimin seksual në shkolla dhe a mendoni që nëse kishme pas edukim seksual të duhur në shkolla, kishin me ndodh kaq shumë numër të rasteve të ngacmimeve dhe sulmeve seksuale? Fillimisht flasë kjo problem, kjo dukuri nuk është vetëm tek ne, por është dukuri që realisht po paraqitet më shumë në shtetet ballkanike. Duke marrë shembull Evropën, ata kanë lëndë të rregullt edukimin seksual. Megjithatë, duhet edhe ne si shoqëri të avancojmë dhe ta kuptojmë që kjo do të ndihmon fëmijët tonë nëse mbajmë 1 orë në javë edukimin seksual në këtë rast. Megjithatë, unë po besoj që duhet me mendu ministria me futë si lëndë të rregullt për shkak të problemeve që kemi. Nuk statistikave të policisë po flasin janë një numër që realisht paraqiten. Kemi shumë raste ose shumë raste të ngacmimeve që i mbyllin për shkak të rrethit familjar, që njerëz nuk mundin të kuptojnë që po e paraqiti vajza do mbetet domethënë me një njoll, edhe është problem që realisht na paraqet shumë në shoqëri. Megjithatë, unë po besoj që numri që është paraqitur këtu mund të jetë rreth 50% rasteve mbyllen dhe nuk raportohen as tek policia as tek organet tjera. Megjithatë, ne duhet me kuptu edhe me vëdësu si shoqëri që të gjitha rastet të bëhen publike edhe përgjest ose më zemlans këtë rast, kushdo që është punëtor, teknik i shkollës apo kushdo tjetër, duhet dalin për organet drejtësisë. Është shumë e vërtetë ajo që e thetë na për shkak paragjykimeve shpesh rastet nuk raportohen dhe këto shifra janë ndoshta edhe zyrtare dhe çka mundemi me ju domethënë ju drejtuar këtë rast. Po a mendoni ju që futja e edukimit seksual në shkolla si një kurrikul e veçantë, pra si një lëndë e veçantë, kishme e zbut këtë numër të sulmeve dhe ngacmimeve seksuale? Është fenomen që ndodh gjithkohë, ndodh në shkolla, ndodh në rrugë, ndodh në institucione, ndodh në institucione publike, private. Çysh e shihni ju këtë? Se ndoshta do të më gjetë gjenezën e problemit për me mbritë deri te. Unë thash kjo është një çështje që si shoqëri kemi këtë problem. Por megjithatë unë po mendoj që me futë edhe një orë shtesë në javë me mbajt për edukimin seksual, unë besoj që kishme ndiku edhe kishme vëdësuar fëmijën tonë shumë më shumë. Kem familje që realisht në familjet e vet nuk e diskutojnë edhe është e turpshme të diskutohet një temë e tillë. Për shkak të arsimimit si shoqëri, ne nuk kuptojmë një çështje. Kemi 25 vite që ka përfunduar lufta, po kemi shumë prind në Kosovë që kanë të përfunduar në vetëm shkollën fillore. Edhe ai është e pamundur të gjej formën dhe të diskutojë për një temë të tillë me vajzën ose me djalin e vet. I duket diçka absurde. Megjithatë, për me mujtë me zgjidhje si problem, është vetëm një zgjidhje që të futet si normë mësimore. Po çka mendojnë prindrit për atë çka aktualisht mësohet në shkolla, domethënë që cekëm në biologji edhe njeriu dhe natyra, janë biologji sa e mbaj edhe vetëm në klasës 8 dikon ato mësohet edukimi seksual në pika të shkurta, na kemi pas raste edhe vetë kur arsimtarët kanë kaluar të flet krejt. Po. Megjithatë, unë shoh edhe në shkollat të mesme, se jo vetëm fillore, edhe në të mesme po është po e njëjta, por pas shkollës mjekësisë që kanë obligative të mësohet rreth edukimit seksual, shkolla të tjera nuk mësojnë asnjë. Edhe si shoqëri thashë kemi si problem, jo e kalojmë, po megjithatë nuk e diskutojmë hiç. Duhet gjithsesi kur është një vendim i ministrisë në këtë rast. Edhe kisi orë i obliguar me zhvillu procesin mësimor dhe megjithatë vetëm ja formë për me mujtë me mri, unë nuk kisha thonë për shkolla fillore, nështë pak jenë gjenerat më e vogël, edhe është pak problem me diskutu këtë temë, se është kohë që janë të gjithë në numër 15 vjeçore.
Megjithatë për klasës 10 dhe në klasën 12 gjithsesi duhet të ketë orë mësimore. Të më thonë, ju nuk kemë përshtetni shumë edukimin seksual në aspektin e shkollës fillore për të pare, po më nej klasës 6 ndoshta deri 9. Më nej që është shumë e rëndësishme sepse është edhe koha e pubertetit. Po, koha e pubertetit, ndoshta nuk po njihet lamia, se një jashtë është mirë, se jam me profesion, nuk jam me mjek, por megjithatë unë po mendoj që pjesa e fundit, ndoshta klasa 8-9 janë ata që mundin me mbërri këtë kohën e pubertetit, që mundin me mbërri, po jo realisht klasa 5, 6 dhe 7. Se në moshë të 12 vjeçor, atë në të vegjël, por megjithatë edhe me fillu për klasës 6, 8, 9 nuk është diçka e jashtëzakonshme. Do të bën edhe në atë pjesë me zhvillu proces mësimor, por megjithatë te shkollat e mesme gjithsesi duhet të ketë. A mbështesin prindërit në Kosovë në përgjithësi futjen e kësaj kurrikule, apo keni pasur edhe raste kur prindërit vetë kundërshtojnë, ndoshta të shqetësojnë edhe më herët për shkak të mungesës së edukimit? Unë po flas është një çështje tjetër. Unë kur diskutoj me prind që kam takime nëpër nivel komunale ose në nivele të regionit atje, se profesor këshillin e prind edhe në nivel regioni përpos që profesor në nivelin qendror. Edhe kur takona nëpër takime me prind, këto probleme realisht i diskutojmë. Është një pikërisht një vendimeve që po flas ka rajoni Kavijune. Mos edukimi seksual është një vendimeve që kemi marrë në atë kohë dhe kemi ndërprer institucionin në Komunë të Fejzojit. Pikërisht për shkak problemeve që na ndodhin. Edhe e diskutojmë me prindë atje, ndoshta është pak absurde për ta, por megjithatë kur e shohin arsyet edhe pse po i diskutojmë edhe ata bindën që duhet realisht të informojmë fëmijët tonë. Edhe një prej vendimeve që është marrë është pikërisht që ndodhin keqpërdorimet edhe të nxënësve tonë kur realisht i çojnë nëpër ekskluzione. Mos informimi i mirë, i dur, i fëmijëve për çështje seksuale, ata realisht po psojnë në moshë të re. Edhe kjo është një arsyeve që thjesht Fejzoj ka 7 vite që nuk zhvillon aktivitet jashtë shtetit. Po, do të thoj Jo është vendimi i Këshillit. Këshilli prindër realisht në atë kohë se kam qenë kryetari i Këshillit në nivel komunal, e kemi marrë vendim të tillë dhe kemi ndërprer. Megjithatë, unë kisha thënë propos Fejzojit për shkak të problemeve të tilla, një prej natyrave që na ndodh, s'po flas të tjerat me që tema është edukimi seksual, një prej arsyeve pse kisha ndërprer ekskluzione në nivel Kosovë është kjo. Do të thonë që po a mendon që ka një zgjidhje tjetër, po mos më ndërprej ekskursionet, domethënë se gjithkohë ndodhen realizohen ekskursionet. Po megjithatë unë thash duhet realisht me analizu, me bëni agjend më të mirë, me mendu, me organizu më mirë, që mos më na ndodhin problemet që po na ndodhin. Megjithatë çdo vit, çdo ekskursion që zhvillon çdo komunë, një prej problemeve më të mëdha është pikërisht ngacmimi seksual të nxënësve që na ndodh. A keni shumë raste që i kanë diskutuar prindrit këtu në mbledhjet juaja të këshillit edhe qysh ndoshta keni arrit me zgjedh për këtyre problemeve? Po pikërisht është kjo informimi që kemi për prindërit direkt, domethënë thjesht që ndodhin në fëmijëve tonë atje. Edhe kjo është një prej dukurive që thash, duhet më ujdesu si shoqëri se nuk është fundi i botës nëse e zhvillojmë një proces mësimor edhe e kemi një landë mësimore që informojnë fëmijët tonë edhe e kuptojnë çka është e keqja dhe çka është e mira. Nëse na realisht nuk diskutojmë me ta dhe nuk mojmë një proces mësimor dhe nuk informojmë të paktën fëmija jonë realisht nuk e din ku është e meta e krejt kësaj çështje. Kësaj çështje, po. Po cilë mendon që është roli i vetë prindërve edhe jashtë shkollës për me eduku fëmijët në aspektin e edukimit seksual? Thash prind marrët, ka prind për tyne që realisht e kanë të përfunduar shkollën fillore edhe ose të mesme ose në fizik, edhe kanë të pamundur me gjatë kohë me ulë me fëmijët e tyre, me diskutu temat të tilla, megjithatë nuk ka një uri, edhe si shoqëri thash ka 25 vite që ka përfunduar lufta, është diçka e kanë jetuar një jetë të paraluftës që ata e kuptojnë botën e marrshme dhe kanë të pamundur me zhvillu tema të tilla në familje. Po ndoshta jashtë këtyre gjeneratave. Po pikërisht. Flasmi edhe për Po nuk po flas tash, nuk ka nevojë na ndodhin tek fëmia. Mjafton me të ndodhur një ngatmim seksual me një shkollë. Po. Në rastin e postë ty është e mjaftueshme, nuk na vjen vetë gjithë më na ndodh se është absurde me ndodhin tek të gjithë. Por megjithatë një pjesë e vogël, na duhet të mbrojtë të gjithë fëmijën. Nëse duhet me të qenë barabartë. Unë flas si këshill, nuk flas për një person që është profesor edhe një jashtëzakonisht probleme të mira, është doktor me profesion edhe ka mundësi me debatu me fëmijën e vet ose me diskutu këto probleme të tilla. Por megjithatë na duhet menu edhe për atë qytetorin që jeton prej ndërmale dhe jeton në Pisoj. Po.
Edhe ai nuk e ka mundësinë me diskutu këtë temë me fëmijën e vet. Edhe duhet me kuptuar shumë drejt që natë me bëj zgjidhje për të gjithë, jo për një. Nëse bëhet zgjidhje për të gjithë, atëherë vetëm zgjidhje unë mendoj që një orë mësimore në javë për edukim seksual është e mjaftueshme, se megjithatë fëmia tonë mund me kuptu botën më drejt dhe më real. Po, e qartë. Atëherë, a ka ndonjë shembull që Këshilli i Prindërve ka marrë, ndoshta se ka lexuar, kanë dëgjuar prej vendeve tjera se çysh e kanë pru iniciativë deri te praktika, domethënë futjen e edukimit seksual në shkolla. A keni marrë ju ndonjë iniciativë të tillë? Unë për marrë shembull se vizitoj Evropën shpesh, tash propos që shkoj në shtetet e Evropës qendrore, kam qenë edhe i kam pa atje. Megjithatë atje kultura është tjetër e shoqërisë, edhe ata e diskutojnë, propos që diskutojmë, domethënë kanë orë mësimore dhe e diskutojnë këtë problem me mësimdhënësit e vet, gjithsesi e diskutojnë në shoqëri dhe në familje. Dhe është temë që për ta është diçka absurde, është diçka e pakapshme. Nuk kanë mundësi të kenë ndikim edhe kult fetor këtë rast hoxha apo prifti, atje për ta është diçka e natyrshme. Megjithatë na si shoqëri e kemi këtë problem që megjithatë është pak interesant kur flitet për një temë të tillë, edhe kanë me reagu edhe të tjerët, por megjithatë duhet me kuptu për të mbrojtur fëmijën tonë, na do të marrë shembull shtetet e Evropës ku si temë është këtë natyrshme. Po çka mendoni për aspektin kur në shkolla ka psikolog, ndoshta do të kishte qenë e nevojshme me pas në secilën shkollë se të mesme dhe se fillore psikologe, sociolog, ndoshta edhe mjek specialist që ju ndihmojnë në këtë aspekt, sepse fëmijët në shkolla përveç se ngacmohen seksualisht munden edhe me u bullizu për qasjen e tyre ose çfarë do të bullizimi tjetër. Këtë probleme kemi diskutuar me ministrinë, fatkeqësisht në Kosovë domun sociolog ose psikolog që nuk janë të dy me një shkollë, po është njëri dhe ka mundësi të jetë në 4 shkolla jo një, për shkak të numrit të vogël të psikologëve që kanë në punësim këtë rast D4 edhe ministria, megjithatë unë mendoj që cila shkollë ta ketë të veçantë. Aty në ndodhin përpos problemeve seksuale, në ndodhin problemet e drogave, në ndodhin problemet e narkotikët, në këtë rast si cigaret edhe droga, s'po i ndoj, se janë të dyja të dëmshme për fëmijën tonë. Megjithatë bullizimet këtu, por një nxënës me një shkollë, për shembull që janë rreth 500 nxënës, edhe një psikologë që i graviton 4 fshatë ose 4 shkolla paralelisht në dom, edhe mund të ketë edhe shkollë tjetër, është e pamundur të ketë komunikim me këtë. Unë mendoj që efekti më i madh do të ishte sikur si çdo shkollë të ketë zyrën edhe të ketë psikologin e vet, e jo të kemi 4 shkolla me një psikolog, sikur që na ndodh në praktikë. Unë po besoj që numri më i madh i psikologëve në këtë rast që ministria është ajo që e krijon me anë të punës, nuk krijojnë komunat. Sado që komunat dojnë të morën vendime ose të rritin numrin e psikologëve, megjithatë nuk kanë mundësi për shkak se nuk futen në listë pagave. Se ministria është ajo që bën listën edhe i bën pagesat. Edhe po e shoh që nuk kanë koordinim edhe jo tash këtë qeveri po të marrat, domthonë problemi ka qenë pothuajse i njëjtë, se numri psikologëve është dashur të jetë një psikolog për shkollë e jo të jetë një psikolog me numër të nxënësve që këtë rast ka mundësi të jenë 4-5 shkolla për me mbërri një psikolog edhe është i paraqeshëm edhe për psikologun edhe për nxënës, edhe kur e di që nxënësi ka një psikolog që më prit 5 ditë, ai nështë e ka lënë në fazë kritike. Dhe do bëhet me diskutu me dikon problemin e vetë, se nështë ai nuk mund me diskutu në familje, për shkak të asoj afërsisë që nuk e kanë të mjaftueshme me prindët e vetë, edhe këtë rast psikologi është ajo që më shumë se nxënës metohen pak më të lirë edhe kanë mundësinë me i shfaq problemet më lehtë. Por përderisa nuk vjen, ndodh problemi sot do ta psikologi sa më 30 në atë shkollë, është absurde. Problemi aty nuk zhvillohet, por megjithatë vetë bëhet më i madh ose rritet. Edhe fëmia mund të kalu në depresion ose me marr vendime të dëmshme për vetin dhe për shokët e shoqët e shkollës, edhe kanë probleme më të mëdha. Ju si Këshilli i Prindërve, a keni zhvilluar ndonjëherë takime për shembull me këshillet e nxënësave nëpër qytete, që ndoshta kishë mujt me marrë edhe një kënd tjetër të asaj që ka ndodhur në shkolla, që nuk prindërit normalisht s'mujnë me ditë se si janë ato në aspektin e ngacmimeve seksuale, bullizimit edhe gjithçka tjetër. Po e marr për shembull me amën, takimin që kam pas me këshillat e nxënësve vitin e kaluar, edhe një për kërkesave për më taku ka qenë pikërisht çështja e problemeve që i kanë shkolla, edhe tema ka qenë në komunë nga Këvijon. A ka mundësi një email më ka ndërgu edhe a ka mundësi më taku me diskutu çështjen
e ekskluzionit. Megjithatë, ku jam në tavolinë, ajo ka qenë një nxënëse që është një student shumë e mirë në Universitetin e Prishtinës. Ne edhe kur kemi diskutuar problemet me të, kombind ajo që vendimet kanë qenë në favor të nxënësve. Megjithatë, unë i takoj këshillat e nxënësve edhe i shoh problemet që i kanë probleme që ata nuk duhen me diskutuar në familje. Se për ta është diçka e pakapshme edhe për ta, se nuk mund me hinë tema që ata mendojnë që duhet me diskutuar. Është për ta e pakapshme, por megjithatë ata duhet çdo problem që i kanë. Edhe çdo fëmijë në këtë rast, edhe çdo prind kur e sheh fëmijën e vet që diçka është e dyshim, duhet realisht ulet të diskutojnë dhe të shesë se kush problemi. Por megjithatë thash kjo është çështje që duhet ne si shoqëri të jemi pak më të hapur edhe ta kuptojmë shumë drejt se jemi tu ecim me botën, bota është ka zhvilluar dhe ne do të gjithsesi të ndjekim një trend të tillë. A keni pas ndonjëherë prej nxënësve, prej ndonjë këshilli nxënësve, ndonjë kërkesë për me shtyp përpara çështjen e edukimit seksual? E dim që në një shkollë Ferizaj aktualisht një mësimdhënëse e mban lëndën e edukimit seksual në kuadër të lëndëve zgjedhore. A keni pas raste të tilla që ju kanë bërë kërkesa juve? Jo, megjithatë ata si shoqëri, kudo që ndodh, s'po marr shembull mësuesin ku aty profesorin ku jep lëndën. Po flas ajo është shoqëri realisht ku diskutohet diku thjesht çdo qytet që është. Thashë gjithmonë po marr shembull qytetin tim edhe është diçka që ata si shoqëri po vedisohen edhe po shpërndajnë informacionin tek gjeneratët ose shokë të tjerë. Edhe për të nuk është diçka e pakapshme. Megjithatë, thash na duhet të marrim vendim të tillë në nivel qendror. Këtë rast ministria duhet të ketë vendim dhe të ketë një orë mësimore ku fëmijët tonë realisht. Por megjithatë politika po e bën vetën, edhe ata po kalkulojnë politikisht për shkak të vota po dëmtohemi, po fitojmë, edhe gjithmonë tu iru parimet e veta ne si shoqëri po psojmë. A cilat kanë qenë arsyetimet e Ministrisë të Arsimit këtë rast për mos futjen e kësaj lënde në shkolla, se lëndë obligative klaset? Zyrtarisht nuk i kam dërgu shkresë ose email Ministrisë që më morë një vendim ose një përgjigje pozitive ose negative në këtë rast, por megjithatë do të jetë emisioni juaj ai që unë do t'i bëj shkresë zyrtare edhe po presim përgjigje zyrtare nga Ministria. Më mirë që podcastin po shtym çështje të tilla përpara ndoshta edhe vendime në të ardhmen më mirë se nga diçka e vogël mund të them më mirë se nuk kemi asnjëherë një përgjigje të saktë sepse do të thotë pse nuk po bëhet kjo. Çfarë mendoni që kishin më qenë përfitimet afatgjata nëse kjo lëndë futet si lëndë obligative në shkolla? Po flasim për përfitimet afatgjata në shoqërinë tonë. Po nëse tash realisht është temë tabu ose pakapshme për qytetarët, një pjesë qytetarët Kosovës kjo temë, unë po mendoj që në të ardhmen nuk do të jetë problem. Nëse tash fillojmë edhe e zhvillojmë procesin mësimor dhe mbajmë një orë mësimore për edukimin seksual, unë po mendoj që nxënësit edhe sot që janë nesër bën prind, edhe për ta nuk është diçka që s'do të ndodhë tek fëmijët e tyre. Edhe unë po mendoj që duhet gjithsesi që ardhmja, nëse tash fillojmë me këtë temë, po besoj që mas 20 vite ose 30 vite, 2-3 vite koda kanë më ndodhur probleme të natyra të ndryshme, që për në atë kohë kanë më qenë më të pakapshme se kur këto sot. Por megjithatë duhet si shoqëri duhet me u vedisu dhe me kuptuar shumë drejt këto që është këtë natyrshme dhe duhet me vedisu qytetarët ose këtë rast fëmijën tonë. Përveç kësaj, keni pas ndonjëherë diskutime ose që keni ndërmarrë ndonjë iniciativë me organizata si për shembull organizata ndërkombëtare që merren me drejtat e fëmijëve në Kosovë, me kriju kampanja ose fushata që informojnë nxënësit nëpër shkolla? Unë po marr një detaj. Nëse neve na vjen në email ose në telefon, edhe kem raste të tilla që ndodhin ngacmimi seksual në një shkollë të caktuar me një qytet të caktuar. Tash jam i thoja se gjithmonë me po epilogun ose që më ndon si rast. Edhe nuk e kam hiç problem, salutoj edhe shkoj vetë edhe informona direkt edhe për nxënësit edhe për shkollës ku ka ndodhur si problem. Ndodhin raportime të tilla, ndodhin që realisht ndoshta familjet si dinë hiç, për shkak të thash që e kanë të pamundur me diskutu këtë temë familje, por megjithatë unë kam raste të tilla që po epilogun ose përfundimin se si ka ndodhur si rast, do të thonë merrem aktivisht me probleme të tilla. Unë thash si rast e di më konkretisht e kemi në një qytet ku besoj që nuk ka asnjë muaj që na ka ndodhur problemi të tillë. Edhe e di që institucionet në këtë rast kanë marrë mosa ndaj mësimdhënësit edhe kanë dërguar. Do të ka qenë ngacmim seksual në shkollë.
Në cilat prej qyteteve ndodhin më shpesh këto raste të Kosovës, nëse keni ndonjë lloj statistike le të themi informacioni? Nuk statistika kështu të Këshilli megjithatë merr informata, nuk merr statistika, nuk marr numër. Do të bënin mbledhje ty. Po pikërisht i diskutojmë problemet ku na kanë ndodhur. Megjithatë dikun si shoqëria janë më të hapur në regjionet të ndryshme edhe i paraqesin si probleme. Ka shoqëri që realisht i ndodhen edhe i mbyllin, se s'kan informata këshillat. Po megjithatë në ato pjesë ku janë më të hapur ose më liberal, më të kapshëm për ta temat, ata i diskutojnë dhe i qesin sipërfaqe. Kudo që ndodh me qytet, një ngacmim i tillë, dihet si shoqëria me disuar dhe paraqesin problemin. Me një vend, me një region ku realisht nuk ka asnjë rast të tillë, aty ndodhin probleme, por megjithatë ne si morëm vesh. Do janë të mbyllura edhe për media dhe për këshilla dhe për policinë krejt. Në vendet ku realisht praktikojnë më shumë, unë besoj që janë më spokti, për shkak të informimit të mirë dhe të komunikimit që kemi me këshillat edhe me nxënës më mirë. Kudo që na ndodhin, besoj që këto janë në qytetet e mëdha, zakonisht numri edhe është më i madh i nxënësve dhe i banorëve. Ndodhen në qytetet e mëdha si Prizreni, Ferizoj, Prishtina, këto janë 3 qendra realisht që është pak më e natyrshme edhe me ndodh, po edhe pak më mediatike, se sunë mbyllin. Në qytetet e vogla janë pak më mbyllura, se janë rreth i vogël. Në një qytet vogël ku ka 20.000 banor, po mendon një dukuri e tillë, realisht jo që bjen një lla fëmijës sipas tyre, po i bie edhe qytetit. Po. Kjo është diçka absurde që s'duhet më ndodh. Po megjithatë tash që ndodh edhe duhet me mbajt jo proposorëve mësimore në shtatë edhe do të ketë emisione televizive më shumë që të informohen fëmija për këto probleme. Pikërisht. Atëherë për fond, cila është ndoshta kërkesa juaj për institucionet shtetërore dhe në anën tjetër cila është këshilla juaj për prindërit e Kosovës në aspektin e komunikimit me fëmijët e tyre rreth edukimit seksual? Kërkesa e jeme ndaj institucioneve është diskutuar si temë, unë thjesht edhe marrët, nuk është vetëm këtë kohë edukimit seksual, por megjithatë ministria do të më marrë një vendim të tillë, por për mua është një apel që kisha bërë të prindërve që ulni diskutoni këto probleme me fëmijën e ju, se është e natyrshme dhe është normale në kohën ku jetojmë, përpos dukurisë që po flasim, unë besoj që do të folë edhe probleme të tjera, prindët edhe kanë obligim me ul fëmijën e tyre me diskutu gjitha problemet që na ndodhin tash këtë shoqërinë tonë moderne, që është bo e natyrshme edhe droga dhe tjera dukuri negative, po si i këtyre dukurive nuk je sipas nxënësve, edhe kështu që ato janë probleme që na ndodhin, por megjithatë prindët duhet ta marrin parasysh që jemi të jetuar nga të kohë dhe duhet me qenë aktiv me fëmijën e tyre. Faleminderit shumë Visar për Faleminderit. Faleminderit. Atëherë kaq është për podcastin e sotëm, faleminderit për vëmendjen dhe shihemi herën tjetër.